Ti e tha vesh një ushtari thjesht, tha më përri me komandonta, edhe une, Fatmir Shahullin, kër e pova, që ka nejtë në këtë veselin, e une, mës më nejtë me Fatmir Shahullin, kurse Fatmir Shahullin mu më thëtë kështu. Une e kom ditë mu se ti e njeri i papërshtashëm për mu. Po tha du më tha dhonë, vesh një informat. Tha beso mu, së ndashmës beso, komandant nga Drenica, e ka në shtetësin serbe, është i pajisën me në shtetësin serbe, me pasështë serbe, i kanë bizniset në Francë, në Gjermani, kanë veprujnë me në shtetësin serbe jonë. Edhe te i besova, po? Unë s'pata nevoj me besu. S'pata nevoj me besu. Po ty e po une, ty e një bisedat. E qysh taj, ko komandanta që ka në shtetësi? Po, në shtetësi serbe. Kush janë ata Musa, guzojmë i thonë? Ja, unë nuk mëj me folë ato. Ata letë folin vetë, ata që e kanë shok, ata që e kanë punu me to. Ata letë folin vetë. Aj mu ma tha që rëfim. Kështu që unë nuk e besova atina, po une i besoj kësaj. Kësaj i besoj. Nisë në të kyparim, pa ja morë drejten e krejtë menaxhimin. Po, nisë nga kjo. U që ke e 99 e ka përfundu misionin e vetë. Si rezultati u që ke s'ka arte me keja, fesekeja, ushtëria ju e qërë. Nina shumë i mërzitur, kër i njën e x persona, se që në konë luft, komandant Muti, komandant Majmuni, komandant Kokushi. Po më kishët, janë në vendoze këtu musë. Unë i përmeni dhe emnat. E kesh përdojnë qiftën, i përdojnë, edhe i kesh përdojnë. Disa komandonda ata nuk jënë konë komandonda, as ushtarët një dhe vërshëm që në konë. Edhe doli sot me uniforma, u që ke, edhe unë e mërzitna shumë. Qysh mërzitna? Që ta njerës, si po i mbruën që kjo u që ke, si këta e në dizertera, njerës kukush atish, që i kanë vesh uniformen, veç e kesh përdojnë uniformen. E disa gjokë ju dherë për atë uniform, për atë emën u që ke. A disa gjokë sa sakrifica u bo, sa njeri ju dek. O gjuna me fyja, po? Po. E pse njerës të më thonë këta e kesh përdojnë. Nana, ku përdo më dalë. Këta e kesh përdojnë këto. A ka e gjoma gjuna, nëse me mbrojt komandontat. Po cëllë komandontat? Të nëse e konë komandant, pse nuk e keni turp me vjedhë popullin tonë, me vjedhë namën të ushtrisë, je konë komandant i ushtrisë, të duhë më rujtë në 2 euro nëse ja kom dikuj bësh. 2 euro nëse ja kom dikuj bësh. Më thëtë musë nuk me lau e 2 euro, ti e 5, je konë në ushtike, qysh po nuk po djenë marë mësë milo 2 euro. Po këta që e vjedhën këtë pasonin e popullit, ja vjedhën pa pasonin, 20 vite vjedhën, në emën të ushikes. Komandonta, që ka arë tërp me vjedhë. Sa njëri ka dherë gjak, nëna tonë i ka dhonë djemët, ju kanë me thmija, gratë, në shpia, kanë dhonë gjëshka. Ata nuk e arë tërp 20 vite, po në multimilionera, sot na, si u që ke, ta thirëm të ngritim zonin, edhe më shkonë mu, Mohamed Kuka me flamur, në parti, me u që ke. Mohamed Kukën e duhet ata të rehabilitojnë, është borë mirë. Ka dhonë edhe gjak për adhe, Vlavitina është dëshmorë. Ato duhet të rehabilitojnë, su ka dëmë të moshin që rehabilitoj Hashim Thashi. I tha që e 1500 euro, që ku i ki këto për ta dëmë qëtësoh. Edhe Mohamed Kukën duhet me qëtësoh, edhe mos asmojlin. Se s'ka pas shumë luftetarë. 5.000 luftetarë këtë Kosova i ka pas. 5.000 luftetarë. Jo 16.000? Jo 16.000, jo 13.000? Ja, ato hish, po. 5.000 luftetar me pushtë ndorë. Dolmi pas të pasit sana, dolmi? Pret. Une, po ta që mi që u selam, Davut Haradinit edhe Ramosh Haradinit. O, Davut Haradini, në momentin kër këta luftetar që pi thu ti, ushtar, që i ki 40.000, 60.000, atë kujtohet Davut Haradini ku e marrë dhe prej Koshazi, me hina për shki e marrë në atish. Ta kum po vlamën në vejtë, thmi ka qenë. Sot se ki hishta kanë vra, 7 atar, 7 njerës kanë tratu ty të kanë njonë. Me shatë vla, me shatë familje keni luftu si burra. Oshë gjuna keni shkel ju vetë në bijakun e luftetarit vërtet. Sa gjak jo derë, sa burri ka dhonë... Kurse janë akuzat rona mu? Jo, akuza unë e di që em ka foli. Unë im ka di që em ka foli. Unë im ka drejtona. Amen e kom shkel kaj dugazhinin. E kom shkel. Njerës, si e kanë dhënu nënën,
Motrën aty u konë me to, e ka lënë, e ka tratu nonën e motrën, e ka dhënu se u ikë se qeni sot është veteran i mundit. Veteran qenë, flëshqanë, se ka mbrojt nonën e vetë as motrën. Si ka arë turp sot, zdi që si vjen turp aty në njëzve. Nonën motrën ja ka dhënu, sebi, ajo konë rënë aty, grunë ja ka dhënu, në rënë konë aty të ikë. Ja për ke gruja me kra, burri jam që më bon. Shkit, ja këshin desh, tha theki që më bon e peranit. Ta sot dhe veterani bërë qenit. Nuk gudzon, nga një, pretjerë, nuk gudzon më së më ndërhym. Nuk gudzon më ma kesh përdor luftetarën e vërtet, se ka dire, ke pështu gjak për këtë ven. Nuk gudzon më